u bëha jarë miku i popullit, miku jarë me zhveton për i kute, hala po e vazhda luftën. Pse ato e bëha? Sepse është krejt ky sistem, është i ndërtu në hajni e në korupcion, lidhje të shkurta. Edhe guxojnë i prokuror mi luftu, Ramush Haradinaj po na shet moral për krime korupcion. Që shka mendon kjo për mashtrimet? Erë mashtron para nesh, me një mashtrim ideal. E të të vejsi në mashtoj forci para bakën të nashë kriminalisht. E lutëm mashtrimi nuk është fyrje. Njeru që mendon se mashtrimi nuk është fyrje, del me nashit moral për korupcion. Ramush Haradinaj i dashur publik nuk ka asnjë kredibilitet me folë për korupcionin. Përpara se me ia drejtu gishtin tjerëve, ai duhet me u hetu urgjentisht dhe me u përballë me pasojat e krimeve të tij ekonomike, sepse kronika e tij në pushtet është një listë e pastër e abuzimit, krimit organizuar dhe korrupsionit që e ka bën. Në tetor të vitit 2017, akti i tij i parë ishte rritja e pagës vetës me 100% duke e qu në 2.950 euro. Ajo kujtohet kur e ka pas rrit vetës pagën. Po atë vit, ai i ka pas fshi një 10 miliona euro borxhe të ambalazhuesve privat të ujit në kurriz të buxhetit. Edhe kur kanë pas pyet mediat pse e bona ato, me i kesh përdor parat publike, po ta qefta. Në vitin 2018, ai e ka firmos skandalin e 53 milionshit. Ai kujtohet, duke ja fal këtë shumë marramendse parash publike konsorciumit Bechtel Inka. Po atë vit, ai e ka pas beku fryrjen e listave me 19.000 veteran fiktiv, veteran të rrejshëm, dhe e ka pas kërcnu prokurorin Eles Blakaj deri sa e detyroi me u largu nga vendi. Ky e ka kërcnu me vrasje. Ky që po del poshet moral sot për korrupsionin prokurorin kishe mos me luftu. Në vitin 2019, Ramush Haradinaj i ka zbraz rezervat shtetnore duke i nda mbi 500.000 euro për qëllime partijake, pak javë para se me lëshu zyren e vetë si kryeministër. Mbi të gjitha, ai nuk e ka kthy asnjë përgjigje për akuzat e Adem Grabosit të vitit 2018 për vilat e tij në Dubai, në Monte Carlo dhe për uzurbimin e trullit të qerdhës së fëmijëve në Dragodan, ku e ka ndërtuar pallatin e tij me parat sigurisht të vjedhuna të popullit. Unë nuk po reagoj këtu për me mbrojt ndonjë politikan cilin ky po e akuzon. Po reagoj për me mbrojt parimin bazë moral. Na si shoqëni nuk mujna me leju që ata të cilë kanë kry të njëjtat krime me dalë publikisht e me bë gjykatësin, ndërsa vetë vazhdojnë me shiju lirin dhe parajsin që ka ndërtu në miliona euro të vjedhura nga publiku. Ky zotni nuk e ka vend në studio televizive, ai duhet mu përgjigj para drejtësisë, pa asnjë imunitet. Ngoni çka thot apet. Me luftu, e shisha aty në televizor dhe për kjo të kje, dimë që s'ku më bo, që s'duhet më bo. Po, kjo po tash kam i ditë që s'bo me të tuti. Ky po flet mbrojtjet prokurorit Blerim Yusufajt. Blerim Yusufajt, i cili është instaluar aty për strukturave kriminale vrastare të Shikut. Blerim Yusufaj, i cili ja ka tërheq flet arrestin Milan Radojqiqit. Blerim Yusufaj, e kur po flasëm për Milan Radojqiqin, tash t'ja tregoj një detaj interesant. Pse ka në Ramush Haradinaj, kur dikush që ka ndihmu Milan Radojqiqin përballet me pasojat e veprimeve të tij të gabuara. Që Haradinaj, që Radojqiqi. Në 2018, kur Haradinaj ka takuar Radojqiqin,
një muaj mas atij takimi e ka urdhëru mbylljen e institutit për dokumentimin e gjenocidit serb. Që ky është Ramush Haradinaj, që po dele po sërrohet në për studio, e po na kallzon neve qysh s'po deshka më u largu prokurorët e korruptum, e të krimit të organizum, e qysh po deshka me luftu krimin organizum me korrupsione. E po ashtu, që kjo është qaj Haradinaj, që shoshnohet me Richard Grenellin, njerën e stolisun nga Beogradi me urdhrin e flamurit të Serbisë, vetëm një muaj pasi që Milan Radojqiqi, me cilën ai ja ka qelë zyrën e shtetit, masi që Blerimi Sufaj, prokurorin që ky po e mbron, ja ka hjek flet arrestin. Pra, një muaj masi Milan Radojqiqi me trupat e tij para ushtarake të orkestruar pi Serbisë e kanë vrarë policin Afrim Bunjaku, Richard Grenelli, mecenari i Rusisë edhe i Beogradit, është nderu me urdhrin e flamurit të Serbisë. Dhe pikërisht me Grenellin Haradinaj shoqënohet. Pikërisht me Grenellin Haradinaj na ka sjell edhe fantazmën e CIA-s të rrejt për Ron Patrikun, që është agent i CIA-s dhe shef i CIA-s për Ballkan. Na e kemi hulumtu edhe e kemi dokumentu që Ron Patriku, pra këtu, është mercenari paguar nga Grenelli, pra mercenari i Rusisë i Beogradit, bashkë me Halit Sahitajn, i cili është agent kriminal i paguar nga GRU-ja e Rusisë, bashkë me Milaim Zekin, i cili u pat arrestu me Fatmir Shehollin në ndryshime për spionazh, po pastaj Milaim Zeka u pat liru sepse ka pas kompromat në prokurorin e shtetit Blerimi Sufajn. Që kjo është struktura kriminale që e mbështet Ramush Haradinaj. Ka që kisha përsonte, natën e mirë, mos harroni abononi të Kronikat e Barutit, sepse abonimet po shtohen me pagesë, po shtohen mundësit financiare që ne me vazhdu me i gjurmu të vërtetat dhe me ua përplas për ftyre atyne të cilën po përpiqen me i mshef ato her, madje edhe duke e përdor lavdin e pa kontestueshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Natën e mirë, e shihemi në rastet